Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisioni i Venecias kërkon nga Maqedonia e Veriut ndryshimin e kushtetutës për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit publik. Sipas rekomandimeve thuhet se ndryshimi duhet të kufizojë të drejtën e rizgjedhjes së tij dhe se prokurori publik duhet të zgjidhet dhe shkarkohet me shumicë të kualifikuar në kuvend. Duke patur parasysh rëndësinë e këtyre çështjeve për autonominë dhe pavarësinë relative të prokurorisë publike, Komisioni i Venecias rekomandon në kontekstin e reformës së ardhshme kushtetuese që kushtetuta të ndryshohet edhe në këto pika, thuhet në dokument. Lidhur me projekt ligjin për Këshillin e Prokurorit Publik, mes të tjerave opinioni rekomandon rishikimin e kozgjatjes së përvojës personale të gjithë anëtarëve, për zgjedhje të bazuar në merita, si dhe përfaqësim të larmishëm. 1341 vëzhgues, 700 vendor dhe 639 ndërkombëtar do të monitorojnë zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve po kryen dorëzimin e materialit zgjedhor në të gjitha komisionet komunale. Zgjedhjet vendore do të zhvillohen ditën e diel. Partia më e madhe maqedonase në pushtet VMRO DPMNE përjashton mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski deklaroi se pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ai paralajmëroi përqendrimin e energjive drejt pastrimit të gjyqësorit dhe prokurorisë dhe llogaridhëniet gjithë atyre që abuzuan me pushtetin. Sipas Nikolovskit, mandati i qeverisë do të jetë deri në vitin 2028. Slovakia qëndron për krah Maqedonisë së Veriut në procesin integrues. Kjo është porosia e presidentit slovak Peter Pellegrini gjatë vizitës zyrtare në Shkup. Në këtë vizitë ai u prit nga presidentja Gordana Silenovska-Davkova. Pellegrini kritikoi Bashkimin Evropian rreth bllokimit të rrugës së eurointegruese të Maqedonisë së Veriut. BE rrezikon me këtë proces. Ne si Slovaki jemi në anën tuaj dhe ju mbështesim në të gjitha mënyrat e mundshme, sepse besojmë që ardhmëria e Bashkimit Evropian është e zgjerimi, ndërsa pjesë e gjithë asaj është e siguria sidomos në këtë rajon, deklaroi presidenti slovak Peter Pellegrini. Ndërsa kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Silenovska-Davkova ritheksoi qëndrimin zyrtar të vendit që procesi integrues të bazohet në merita dhe të mos lejohet të krijohet vakum politik për të ndikuar shtete të tjera. Rajoni. Presidenti i Kosovës bën thirrje për formimin sa më shpejt të qeverisë së re. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit. Vjosa Osmani shpreson që partitë të gjejnë një gjuhë të përbashkët për arritjen e një marrëveshje në formimin e shumicës qeverisëse. Dhe tani nga data që është nominuar janë 15 ditë, natyrisht që afatet rrjedhin, mirë po negociatat për koalicione bëhen vetëm ndërmjet partive, apo në rastin konkret edhe mund të bëhen edhe me deputet, por janë diskutime mes partive politike në të cilat si presidente nuk do duhej të ndërhyja. Mandatin për formimin e qeverisë e ka kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kryeministri i mandatuar në Kosovë Albin Kurti zyrtarisht ende nuk ka zhvilluar komunikimet për formimin e kabinetit të ri. Shefi i qeverisë njoftoi se ditët e fundit ka qenë i angazhuar me analizën e rezultateve zgjedhore. Tepër shumë punë këtë ditë, analiza e rezultateve nga qendrat, na duhet ta shohim kontributet që kanë pasur fushatat nëpër komuna me rezultatin që kemi arritur, në mënyrë që sa më shpejt të fillojmë me fushatën për balotazhe. Andaj dje dhe sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet, por po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë, i kemi më shumë se 10 ditë. Ishte Albin Kurti. Partia Demokratike e Kosovës mohon çdo mundësi bashkëpunimi i lëvizjeve vendosje. Pas dekretimit të Albin Kurtit nga presidentja Vjosa Osmani si mandatar për formimin e qeverisë së re, Partia Demokratike e Kosovës mohoi çdo mundësi bashkëpunimi i lëvizjeve vendosje. Deputeti Ferhat Shala tha se Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ide as qëllime as kurfar aktiviteti në lidhje me ndonjë koalicion. Shala tha se partia nuk ka ndërmend bashkëpunim me vetvendosjen dhe nuk do të marrë pjesë në asnjë koalicion qeverisës për shkak të dëmeve që sipas tij kjo parti ka shkaktuar Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen takon në Prishtinë presidenten e Republikës Kosovës Vjosa Osmani. Gjatë takimit të mbajtur në presidencë, mediat janë lejuar të marrin vetëm pamje. Më pas presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u takua me kryeministrin e detyrë Albin Kurti në kuvendin e Kosovës. Ursula von der Leyen ndodhet në Kosovë gjatë turit që po zhvillon në vendet e Ballkanit Perëndimor. Dialogu Kosovë-Serbi dhe rrugtimi i Serbisë drejt Bashkimit Evropian ishin në thelb të takimit ndërmjet presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentit Aleksandar Vučić. Në konferencën e përbashkët për shtyp të mbajtur në Beograd, von der Leyen tha se Serbia kishte marrë vendimin për t'u bashkuar Bashkimit Evropian 2 dekada më parë,
dhe pret prej saj një rritje më të shpejtë të parafrimit me BE-n. Ndërsa presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, tha se bisedimet duhet të vazhdojnë në një ton konstruktiv. Nuk dua ta shfrytëzoj këtë rast për të kritikuar askënd, vetëm dua të them se për tangot duhen dy, deklaroi presidenti serb. Sipas tij, antarësimi në Bashkimin Evropian për Serbinë është një angazhim strategjik dhe përparësi e politikës së jashtme. Presidenti i Republikës Kosovës mbështet protestën që do të mbahet në Tiranë në datën 17 tetor në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s të mbajtur në paraburgim në Hag. Vjosa Osmani tha se institucionet e Kosovës vazhdimisht kërkojnë të respektojnë parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hag, pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi, janë paraqitur para saj, tashmë po bëhen 5 vite, pas një dyshim në drejtësi ndërkombëtare, por ne si institucionet e Kosovës vazhdimisht kërkojmë që parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të respektohen. Kreu i shtetit në Kosovë nënvizoi edhe një herë se lufta e UÇK-s ishte e drejtë. UÇK ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës dhe drejtësinë e kësaj lufte do ta mbrojmë deri në fund. Lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për liri, luftë për ta mbrojtur popullin ton, luftë për ta çliruar Kosovën nga okupimi që ka zgjatur për shekuj dhe luftë që ka pasur në fokus mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe mbrojtjen e qytetarëve të pafajshëm, të cilët sulmoheshin, vraheshin dhe masakroheshin nga ushtria serbe. Reagimi i presidentes Osmani erdhi gjatë vizitës që pati në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Thirrjeve për pjesëmarrje në protestën e 17 tetorit në Tiranë u bashkua dhe Ministri i Jashtme e Shqipërisë. Në hijen e erojit kombëtar, ne do të protestojmë kundër padrejtësisë që prek të gjithë shqiptarët, çojnë zërin tonë në Hag, duke kërkuar kthimin e lirisë të çlirimtarëve, shkruan Elisa Spiropali. Mëtej, ajo kritikoi gjykatën speciale, e cila po kërkon të përmbysë historinë dhe të përdhos sakrificën e çlirimtarëve të Kosovës përmes padrejtësive procedurale dhe paraburgimit të zgjatur pa gjyq. Kur sot ka vetëm një grusht akuzash të pabaza, të pafaktuara, produkti një raporti të diskredituar, tani më si prodhim fantazie nga hetimet serioze kombëtare dhe ndërkombëtare. Shqipëria do të vazhdojë të jetë një zë i fortë dhe i pandashëm në përkrahje të Republikës Kosovës, por dhe në denoncimin e kësaj padrejtësie deri në kthimin në shtëpi të luftëtarëve, shkruan Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike depoziton zyrtarisht në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Në një deklaratë nga Kuvendi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi Begajin se jep tender miliona euro një kompani e sigurimesh e cila, që për emërimit të tij si president, ka punësuar fiktivisht të birin e tij. Bardhi tha se djali i tij jeton jashtë shtetit dhe është i punësuar jashtë, aty ku dhe kryen studime, ndërkohë që rezultoni i punësuar edhe në kompaninë që fiton tender në presidencë. President që përzihet në tendera 30-40.000 euro për t'ia çu kompanisë ku merr po 30-40.000 euro për djalin e tij, apo president që para dite bën kreun e shtetit, mbas dite po. Krahasaj, Gazmend Bardhi akuzoi presidentin Bajram Begaj se është i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinikë private mjekësore në një kohë që kryen funksionin e presidentit e Republikës. Presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinikë private mjekësore, pra ditën bën presidentin e Republikës, mbas dite paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhib Adem, siç deklaron vetë të ardhura çdo vit. Partia Socialiste shpreh zyrtarisht kundër nismës opozitës për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Kryetari i grupit parlamentar i shumicës në pushtet, Tauland Balla, vlerëson se presidenti nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do të shkarkohet. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Shkarkimi i presidentit të Republikës sipas nenit 90 të Kushtetutës bëhet vetëm për shkelje të rënda të ligjit themelor, për kryerjen e një krimi të rënd. Propozimi për shkarkimin e presidentit bëhet nga të paktën 35 deputet dhe duhet miratuar në seancë plenare nga të paktën 94 ligjvënës, por shkarkimi eventual nga Kuvendi në të gjitha rastet i dërgohet gjykatës kushtetuese, e cila është ajo që vërteton fajësinë dhe deklaron shkarkimin e presidentit nga detyra. Gjyqtarja e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit Irena Gjoka është në hetim para prak nga prokuroria e posaçme. Lajmi është bërë i ditur nga Altin Dumani.
Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve për Analizën Vjetore të Punës, drejtuesi i SPAK në përgjigjen e interesimit të opozitës tha se për gjyqtaren Gjoka është regjistruar procedim penal në qershor 2025 dhe hetimet janë në fazën paraprake. Ne nuk mund të japim informacione lidhur me çështje që është në fazën e hetimit paraprak. Faza e hetimit paraprak dhe për cilat ne s'kemi patur prononcime publike. Ne konfirmojmë, po kemi regjistrim penal, një procedim penal të regjistruar në muajin qershor të vitit 2025 dhe po kryejmë veprimet e nevojshme hetimore në funksion të këtij procedimi penal. Irena Gjoka është gjyqtare e hetimeve paraprake ndaj Sali Berishës për dosin Partizani. Ndër të tjera, Altin Dumani komentoi publikisht dhe arrestimin e ish-presidentit të Republikës Ilir Meta. Nuk ndihem përgjegjës për shkeljen e ligjit, pasi nuk e kam ekzekutuar unë vendimin e masës sigurimit, patjetër që me mënyrë rastësisht ekzekutuar masa e sigurimit, lë shumë për të dëshiruar dhe jam kundër asaj mënyre. E kam deklaruar dhe herë të tjera. Por përgjegjës unë nuk prokuroria nuk është ata që ekzekutojnë masën e sigurimit se ekzekutuam ne. Ai u ndalua rreth një vit më parë me forcë nga 10 policë pasi gjykata caktoi ndaj tij masën arrest në burg. Ndër të tjera, Dumani kërkoi nga deputetët që të zgjidhin statusin që duhet të kenë prokurorët e SPAK në përfundim të mandatit të tyre. Kryetari i Komisionit të Ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë, Ulsi Manja, kërkoi nga SPAK të respektojnë afatet hetimore. Para kreut të institucionit, ish-ministri i Drejtësisë së Socialistëve e kujtoi kreut të prokurorisë speciale se kjo është vija që duhet të respektohet nga të gjithë pavarësisht veprës penale. Zgjatjet pa justifikuar të hetimit nuk t'jep gjykata, por gjithsesi ju duhet të rrisni përpjekjet maksimale që edhe pse janë çështje shumë të komplikuara, që nganjëherë ndërthuren dhe me bashkëpunime me partnerët dhe kolegë këtu europian, por edhe përtej Europës, ju duhet të rrisni përpjekjet që të respektonin maksimum të drejtat dhe liritë e palëve në proces. U shpreh Ulsi Manja. Bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëron se SBA po sjellin armë dhe fuqinë më të madhe shkatruese ushtarake për NATO-n dhe Ukrainën. Firepower coming out of our defense industry, which is so important, and we are doing everything collectively to keep Ukraine strong. Ka fuqi zjarri që del nga industria jonë e mbrojtjes, e cila është shumë e rëndësishme dhe ne po bëjmë gjithçka kolektivisht për ta mbrojtur Ukrainën të fortë, tha Rutte në praninë të sekretarit të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Pete Hegseth, i pranishëm në samitin e ministrave të mbrojtjes në Bruksel. Hegseth nënvizoi se nga presidenti Trump kanë mësuar se paqen e arrin kur je i fortë. If there's anything we've learned under President Trump is the active application of peace. Jo kur përdor fjalë të forta ose tundgishtin, e arrin kur ke aftësi të forta dhe reale që kundërshtarët i respektojnë. Wag your finger, you get it when you have strong and real capabilities that adversaries respect. Hamasi dorëzoi trupat edhe të 4 pengjeve të tjerë pas 4 të parëve të hënën nga 28 që kanë ndruar jetë. Organizata kërkoi kohë për dorëzimin e të gjitha trupave pasi disa prej tyre janë në rënoja. 20 pengje të gjallë u liruan të hënën pas dakordësisë për fazën e parë të planit të paqes në Gaza. Plani i armëpushimit të presidentit të SBA-s Donald Trump parashikonte që dorëzimi i të 48 pengjeve do të përfundonte deri mesditën e së hënës. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit e ka paralajmëruar grupin armatosur palestinez se çdo vonesë apo shmangje e qëllimshme do të konsiderohet një shkelje rënd e marrëveshjes o të marrë përgjigje përkatëse, ndërkohë që pas dorëzimit të 4 trupave, qeveria izraelite vendosi që të heqë sanksionet ndaj Gazës të planifikuara, të cilat përfshinin kufizimin e ndihmës humanitare dhe mbylljen e pikës kufitare Rafah midis ripit të Gazës dhe Egjiptit. Sport. Shqipëria bën detyrën dhe fiton në misorin e luajtur në Tiranë ndaj Jordanisë. Të parët shënuan miq në minutën e 27, kur në një goditje këndore, Al Rashadan shënoi me kokë për miq. Pas vetëm 13 minutave Shqipëria barazoi me autogol. Një driblimin e Edin Bajramit bëri që mbrojtësi jordanis të shënonte në portën e tij për rezultatin 1-1 të pjesës së parë. Çmë se kalon super kalimi Bajrami! E çon vetë rrjet për një super Edin Bajrami! Minuta 40 para sot rezultat. Në minutën e 61 Broja mori vendin e Dakut. Pas vetëm 4 minutave në fush, ai përfitoi nga një pasim perfekt i Aslanit dhe shënoi golin e përmbysjes 2-1. Pas 10 minutash, Arber Hoxha nga 25 metrash golin e tretë dhe të parin për të me kombëtarët. Hoxha, ka lëvizur bukur Mitaj. Gjeti Hoxha! Wow, çfarë goli! Arber Hoxha! Më pas Broja asistoi për Bajramin që shënoi dhe golin e 4 dhe të qetësisë. Në fund Luan shkurtoi shifrat për miq në 4-2. Më 13 nëntor, kuqezint udhëtojnë drejt Andorës, ndeshje e vlefshme për Kupën e Botës 2016, ndërsa 3 ditë më vonë presim në Tiranë Anglinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7.
zëri pozitiv i qytetit.